Ju gjithashtu akuzuat Partinë Socialiste, kryeministri Edi Rama se u ka vjedhur ato zgjedhje. Ju kam pyetur në këtë sallë që çfarë ndodh në vitin 2025 nëse do të ndodh i njëjti skenar sa i takon Nenit Basha dhe ju e keni deklaruar se pas zgjedhjeve të vitit 2025 nuk do të ketë më çështje i vodhi si vodhi, por do respektohet statuti, nëse doni u nxjerr dhe me video. Dhe pyetja ime është, dhe për të bërë pyetje zoti Berisha, apo e përdorni ju sot Partinë Demokratike për të mbrojtur në raport me çështjet tuaja me drejtësinë? Unë po mbroj një të vërtet themelore për një shoqëri të lirë. Po mbroj votën. Ky është një mision për mua. Unë e kam theksuar. Ky është një mision paq i rëndësishëm dhe mos më i rëndësishëm se e natë e njëshit. Po mbroj votën e humbur. Ç'po përdoru këtu? Po mbroj votën nga një botë e stërfuqishme krimi, nga një shtet i shkrirë një me kartelet e drogës, po moj votën nga një parti krimi e shkrirë një me shtetin, e bërë një me shtetin, po moj votën nga një propagandë antidemokratike, që nga mëngjesi gjërëndark mbështeti narkodiktaturën dhe tani përpiqet të përligj farsën. A e kupton se çfarë pozicioni jam sot unë? Po unë ndjem më i motivuar se kur nga ky pozicion. Nuk kam unë absolutisht asnjë gjë personale, por në këto rrethana, alternativa e vetme është të qëndrosh me të gjithë fuqinë, edhe ne po qëndrojmë. Se duhet ndalemi. Shqiptarët nuk kanë me votën. I këtë dëgjuar i thonë, zgjedhjet patën thonë administrim, u mirë administruar. Po ju nuk e dini, ju them unë ju. Administrimi më i shkëlqyer, më i përsosur i zgjedhjeve bëhen diktaturë. Po, si administrim, perfekt. Po ata kishin një të mirë.